Fransız kaldık, bize öğretmediler Arnavutçayı, dolayısıyla böyle Sen bu geri mësu fëmijëve, Unë edhe ty kisha mësu shumë Shqip, këngët e vjetra edhe Shqipen, sa të vi dorë do t'i nemoj për me mësu, se edhe djali po që ngella fransız thot, se nuk ma ka mësu ku Shqipen. Po keni një histori shumë të vjetër, 500 vjeçare, kështu që është shumë e vështirë. Pra se që shikoni shqiptarët e vjetër të Turqisë, e mbajnë edhe Shqipen, e mbajnë edhe gjuhën, por programi sot ishte tepër i veçantë sepse një histori rreth që përket viteve 1700, pra 300-400 vjeçare, nga zonat e Shkodrës kanë kaluar në pjesën Sanxhak, edhe kjo është pika kryesore për shqiptarët e Sanxhakut, për Sanxhakun që është banuar nga shqiptarë